aktivitetin edhe? Po, prapë jemi të bashkëpunu me firmë gjermane. Po. Edhe nëpërmjet Gjermanisë kemi brandin gjerman që është Kobiaks, edhe shumica e prodhimeve shkon jashtë në gjithë vendet me botë. To kret janë të automatizuar. Këtë një automatike. 2-3 punëtorë, paka shumë të punëtorë që duhet më konë paketime kështu gjonat shpejta, po masinat janë. To jo pa ta liruar prej? Po, me këto në të bakë kërë pa të bua të vona, të veshëja, të atime to, o heken. Ja pa ta letu? Po, ja, mirë. Ja, për ka me ju letu? Energjia elektrika ta ka rritë kostën? E ka rritë energjia, kemi probleme me energji, po do të intervenime, kemi bo shumë punë, po... Do më thë, edhe munges, edhe çmimi i shtrajt? Munges e kemi. Edhe në bën problem. Po, maskuar kemi ndërprejme të pa organizune, ka njerë punimi kërë ka, po neve s'pë në presin edhe. Tani po duhet me shtu, jo 24 orë, po 28 orë me punu me zonë prodhimin. Produktet e ki shumicën për eksport? Po, këto janë 95-90% janë qëto eksport, janë hinë në sektorin e ndërtimtarisë, është brand gjerman, është i patentune e brandune në Gjermani këtë. Na bëjmë prodhimin edhe shkon kretë jashtë në Kjo është kretë automatika? Po. Kretë janë full automatika. Pre vitit 3 din që të rritet dhe të atimin pronë? Po, kemi rëzi që ka pak, po. Që unë jam krimenisë së rritet të atimin pronë. Do të ullum pak. Jo, këto kam ndëruat letë se për një me, dhe më thonë, morit atimin pronë, për ma shumë se 200% është teve shumë, është pa përbalushme. Energjia elektrike, mungesa energjisë elektrike, rritja të atimin pronë, rritja energjisë, dhe më gjitha këto janë kostët. Londën e po e marrë në Gjermani kërësisht, se është me... Edhe këto ja ku pas liruhe? Po, Londën e parë, këto që e morëm, nga ki buat të mirë të ashtë. Këto që vjen Londë a parë, është e mirë. Këto s'ka të atimi, këto që e morëm. Kemi morë Mashtoni, kemi morë Turki, vazhdimisht. Ta orë koha për tjera sene dhe për reforma të reja. Mirë je? Po mirë. Si po kalen? Po mirë. Me punë? Po mirë. Me shëndet mirë? Po mirë. Apo lidhë shumë? Ja, ka pa. Ani mirë shumë. Vesh për gëzë dhe të raja, 18 vjetë këmë punu në kontabitet. E në financa. Ko këtë? Po, financa. 17 vjetë. Këmë punu, sot kërë shot di kanë të punu në kontabitet, halo, leviz, dhe tamë shkar të bohe. Shkar të bohe. Ka problem diçka me rrymin, po thënë ka problem që 3 ditë... Edhe problem me furnizim, edhe që 3 ditë s'keni rrym. Që 3 ditë jemi në maj. Mira akon me na gjetu i punu, kryetar. Mirë kom ju gjetu i punu, por na do të mja bu kushtet juve që ju me punu. Shumë falenderit. Edhe mju furnizu me rrym, edhe çmimin e rrymës mja liru pak, se u bo bare modhe, e që besa pritet me ushtrajtu dhe tatimin pronë, e kja ki pronën këtu, është këgja shumë. Po. Besoj në shumë një, e besoj shumë edhe në ty, jashtëzakonisht. Besoj edhe shumë ty. Shumë faleminderit. Jo po të premtoj që ka me ardhë, e kena me najtë, e ka më knashtu po prodhimin të punu. Shumë falenderit. Se, shika, unë e di që kemi respekt për vendin e juve për atine, për ma shumë se një arsy. Shumë falenderit, kryetar. Përshëndetje, si jeni o Mr. Gjej, si jeni ani mirë. Përshëndetje, si jeni ani mirë. Përshëndetje, si jeni ani mirë. Që do janë prodhimet, a? Do janë disa për prodhimeve tona, ka edhe tjera, janë disa për produkteve. Kretë janë këto prodhimet vendit, edhe ju e bani konservimin e tyne. A keni për treg Kosovës edhe eksportet? Edhe për bashkësi evropiane. Edhe për bashkësi evropiane. Pjesë e dërmusa për bashkësi evropiane. Bravo juve. Që kjo është kontribut për vendin? Bashkë me ju, si vetë shumë i poskurgjohë. Smoni, po na do të mjë kryu kushte pak matë mira. Edhe mendoj që e di so është rrugë e vështirë me ardhjet e suksesi. So është sfid, mund, sakrificë, djerës, dije, gjithçka. Po jam i lumtur që mas 25-6 vjetëve pe shoh prap, unë e kom po ndërkohë po prej kur e njoh.